Falenderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet e selamat i dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Jemi në ligjëratën e radhës të ciklit ligjëratave fiqh Hanefi. Jemi në ligjëratën e tretë me radhë të ke kapitull, pra kapitulli i haxhit, dhe kemi mbet tek sunetet e haxhit. Realisht sunetet e haxhit do thotë janë të shumtë apo janë të shumta, por në vend do të cekim disa nga ato sunete që i kanë parapar si sunete dietarët e mëdhëvit tonë Hanefi. E para prej suneteve që e kanë cek dietarët tonë është pastrimi, do thotë për të hyrë në ihram. Pastaj veshja e ihrameve, të cilat do thotë pëlqejet dhe është mustahab që të jenë të rinë, do thotë dhe të jenë të bardhë. Suneti i tretë është parfymosja para se me veshje ihramin edhe falja 2 rekateve namaz. Dhe kjo do thotë falja 2 rekateve vlen për 2 gjinit. O sunet që sa më shumë të përsëritet telbia, lebejk Allahumma lebejk deri në fund. Pastaj është tawaful qudum, është tawafi i arritjes në Mekë. Pastaj me shtu salavatin për pejgamberin alayhis salam, përshëndetje kurtezi në Kabe. Zbulimi i krahut të djathtë të ihramit vetëm për burra gjatë tawafit, do thotë në të gjitha sjelljet apo rrotullimet. Vrapimi mes dyshenjave të gjelbërta gjatë kryerjes së sajit. Ta ruaj gjuhën nga bisedat e vetëdijshme muslimani, edhe nëse ato biseda do thotë nuk ka haram diçka janë të lejuar, gjithashtu nga fjalët e pahishme, nga se normalisht rrugja e gjuhës edhe para haxhit edhe mas haxhit normalisht është çështje obligative e lemu kur është njeriu në ihram. Pastaj mbujtja në Muzalife natën e Bajramit, falja namazit sabahut në kohën e vet Muzalife, pastaj udhëtimi për Mina para se me lindjelli. Pastaj zhujtja e guralezëve ditën e parë dhe normalisht kjo më bëu prej kohës së lindjes së diellit deri në zenit. Gjithashtu në ditë të tjera zhujtja e guralezëve bëhet mes zenitit edhe mes perëndimit të diellit. Burrat normalisht e thonë të bien me zo, do thotë normalisht duke mos i shqetësuar dhe mos i pengu të tjerëve. Tavafi pastaj fars, tavafu ziyara, do thotë duhet më bëu në ditën e parë të Bajramit. Mikatet, elhamdulillah falni, shpreha mikat nuk kupton apo është për qëllim vendi ku bëhet niyeti para fillimit të haxhit dhe vendi ku zakonisht vishet ihrami. Mikatet zakonisht janë 2 lloje, mikate kohore edhe mikatet vendore apo të vendit. Mikat kohor është për qëllim periudha e duhur në të cilën shkohet në haxh. Kurse mikati i vendor apo i vendit quhet mjedisi, të cilën personi që shkon në haxh apo në umre nuk gëzon ta kaloj pa qenë i veshur me ihram. Qoftë ai tregtar apo edhe vizitor i thjesht. Dhe mikatet, do thotë janë 5. I para prej tyre është Dhul Hulejfe. Është vendi i quajtur, i cili është apo vlen për banorët e Medinës, është mikati i banorëve të Medinës për ata që kalojnë në drejtim. Dhe largësia mes Dhul Hulejfes dhe Mekës është praktikisht 450 km dhe kjo është mikati realisht më i largët, i cili bie në veri të Mekës, kurse nga Medinja është larg 9 km në jug të Medinës. Vendi i dytë është vendi i quajtur Qarnul Manazil. Është mikati për banorët e Nejdit dhe ata që kalojnë në drejtim. Ky mikat është në lindje të Mekës, do thotë në buzë të Arafatit, dhe normalisht është prej Mekës praktikisht 54 km. Mikati i tretë është vendi i quajtur Dhatu Irqin. Është mikat për banorët e Irakut dhe të tjerët që kalojnë në drejtim. Ky mikat është në lindje të Mekës dhe është larg Mekës afërsisht 94 km. Vendi i katërt është vendi i quajtur Yalamlam, i cili është mikati për banorët e Yemenit. Edhe normalisht kodra e kësaj shtrihet në jug të Mekës dhe është larg Mekës afërsisht 45 km dhe ndoshta kjo është vendi më afër Mekës prej vendi apo prej mikateve. Edhe i fundit është vendi i quajtur Gjuhfe, i cili është mikati për banorët e Shamit, Egjiptit dhe tjerët që kalojnë në drejtim. Ky vend gjendet në afërsitë të detit të Kuç, në veri perëndim të Mekës dhe normalisht është, do thotë ndoshta mikati më i larg prej Mekës pas Dhul Hulejfes, pasi Dhul Hulejfe thamë është 450 km larg Mekës, ndërsa ky vend është pranë 204 km larg Mekës. Edhe normalisht
gjatë muajve të haxhit, lejohet që të vishet ihrami edhe para mikatit. Dhe banorët të cilët banojnë jashtë mikateve nuk lejohet që në asnjë mënyrë të hyjnë Mekë pa ihram, pavarësisht sa kanë për qëllim me kryer vetëm haxh, apo kanë për qëllim edhe umrën, apo thjesht është vizitë e thjeshtë. Dhe njeriu i cili ka hyrë brenda mikatit pa ihram, detyrohet që të kthehet në mikat. Nëse nuk kthehet, atëherë do thotë ky person do thotë ka obligim me therr kurban. Ka gjëra që i lejohet njeriu kur është në ihram apo kur quhet muhrim, edhe ka gjëra që i ndalohen. Gjërat që i ndalohen, do thotë janë disa prej tyre. E para prej tyre është marrëdhëniet do thotë seksuale dhe të ngjajshme me këto. Pra muslimani duhet të shmangat fjalëve banale, ngrinjeve dhe atyre fjalëve që e largon njeriu nga nështrimi i Allahut Azza wa Jall, qoftë edhe do thotë fjalë me gruan e tij që nxisin këto fjalë kontakt intim. Allahu Azza wa Jalla thana surën Al-Baqara: "El-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihin al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi al-hajj." Haxhi është në muajt e caktuar. Kush bën, thotë e bën jetë me kry haxhin këtë muaj, nuk duhet më afro gruas, nuk duhet të marr në përkëmbë dispozita shërohet, po me fol fjalë të këqija edhe me bëjë gjuna, e as polemika, as grindje gjatë periudhës kur është në haxh. Ndalesa ditë është veshja rrobave të qepura, për shembull kapuç, mbi kokë, gjybe, këpucë dhe të ngjashme me ato që janë të qepura. Pastaj mbulimi i fytyrës për kokë, do thotë dhe kokës për burrat. Pastaj mbulimi i fytyrës për femrat. Normalisht mbulimi i kokës e gratë dihet që është obligim. Ndalohet me i shkurtu flokët kur janë në ihram, apo me shkullqime nga flokët apo nga mjekra. Ndalohet me prethojt, ndalohet me i shkurtu kimet, qoftë në gjoks, në shpind, organet intime, apo edhe ndër sqetulla. Ndalohet parfumosja me çfarë do lloj parfumi qoftë ajo parfumosje. Ndalohet gjuetia në tokë, kputja dhe prerja e dënjeve, por lejohet gjuetia në ujë, po na e dim që nuk ka, thotë ndoshta uji aty pari në ato momente. Sidoqoftë si pozitë kanë se dietarët e mëdhëve tonë Hanefi. Çfarë lejohet për muhrimin? E pa çfarë ndalohet kur njeriu është në ihram, thotë muhrim është ai i cili e ka veshë ihramin, e ka bën jetë për haxh deri kur lirohet nga ihrami. Personi që ka inë në ihram, i lejohet që gjatë mbajtjes së ihramit të pastrohet. Për shembull, i çu gjinob apo i gjerësi shumë, lejohet të thotë që me u pastru, apo do thotë pastrimi nga nevoja e madhe, do thotë lejohet të përdor sapun që nuk ka aromë. Do thotë normalisht atje ka do thotë sapuna që s'kan aromë fare, apo vetëm për prasim me ujë. Lejohet normalisht haxhiu nëse do thotë s'ka shka me hungur ushqim, që besoj që në këtë punë nuk ka ndoshta një gjë të tillë, që nëse ka me vetin ndonjë dele apo ndonjë pulë apo diçka tjetër, do thotë lejohet që me prej ato me thjerr dhe me hungur, lejohet gjyëtyja në deti që shton, pastaj dhënia gjakut, lejohet nxjerrja dhëmbit, apo nëse eventualisht dikush e ka thirrë krahin, lejohet me lidh krahun apo këmbën. Gjithashtu lejohet pushimi në hijen e objekteve pembe apo me majt çadër me veti, lejohet bartja orës, punazës apo rripit, qoftë për qëllimin e mbajtjes së ihramit që mos me lëviz, apo qoftë për qëllim të ruajtjes së parave apo të hollave. Normalisht lejohet haxhia që gjatë gjumit me mbulu me çarshaf apo mbulesë të thjeshtë, por duhet me u largu dhe mos me mbulu kokën, fytyrën dhe këmbët. Lejohet normalisht haxhiu nëse gjatë gjumit apo gjatë ecjes me mby gjarpën, për shembull nëse afrohet gjarmi apo nëse shen ndonjë akrep, nga se ka transmetuar Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi ka thonë: "Khamsun fawasiq yuqtalna fil hilli wal harami al-hayyatu wal ghurabu al-abqa wal fa'ratu wal kalbu al-aquru wal hudayya." Hadithin e shon Imam Muslimi, 5 gjëra dëmtuese mbyten jashtë edhe brenda haremit: gjarmi, sora, miu, qeni i turbuar edhe korbi, thotë janë gjëra që i ka leju, thotë me mbyt ato pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe pastaj normalisht vijnë edhe do thotë llojet e haxhit. Pra llojet e haxhit do thotë janë 3 lloje: haxhi ifrad, haxhi qiran dhe haxhi tamattu. Haxhi ifrad është për qëllim personi i cili ka bën jetë
me kry vetëm haxhin, por pa umre. Ky person e ka bën jetë me kry haxh, normal, dhe duhet që do thot para se me vesh ihramin, ti shkurtoj thojt, mustaqet, të marr abdes, pastrohet tërësisht dhe pastaj ta vesh ihramin, i cili përbëhet prej dy pjesëve, izar dhe do thot ridas. Izar është përshëllën pjesa poshtë me ihramit, ajo pjesa do thot kush ka qenë haxh apo bënon ka provu, edhe rida është përshëllën do thot pjesa sipër me ihramit. Është mustahab që moshlli para se me vesh ihramin me u parfumos, normalisht nëse ka do thot mundësi, ihrami është mirë me qenë i bardh, i ri. Por mund të vishë edhe ihrami i cili do thot është vesh një herë, por duhet me qenë i pastër dhe normalisht mund të me qenë edhe ngjyrë tjetër. Personi do thot i cili ka hyrë në ihram, do thot pëlqejet, do thot tek medhebi jon Hanefi që mi fal 2 rekate, si llogaritën 2 rekate sunet të ihramit. Është e preferuar që marr rekatën e parë me rezu Fatiha dhe El Kafirun, rekatën e dytë sura El Fatiha dhe sura El Ikhlas. E pastaj normalisht pasi gjapa selam e bën niyet me zemër, do thot për hyrjen e haxhit, por është do thot e pëlqyeshme që edhe me u shqiptu me fjalë. Normalisht ekziston mundësia që kush nuk e di niyetin arabisht me bëu edhe niyetin shqip. Për shembull, ose lebejke Allahumma hajjatan fayassirhu li wa taqabbalhu minni, ose Allahumma inni uridu al-hajja fayassirhu li wa taqabbalhu minni. O Allah, më dëshoj të bëj haxhin, andaj leçoma të mua dhe pranoma. Ose Allahumma inni nawaitu al-hajja wa haramtu lillah, wa Allah vendosa me kry haxhin dhe kam vesh ihramin për hir të ndjen. Pastaj e thot elbien, lebeik Allahumma lebeik, lebeik la sharika lak, lebeik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Të përgjigjem ty o Zot, të përgjigjem, ti je i pashosh, të përgjigjem ty, vetëm falëndrimi, begatit dhe sundimit të rrugën ty, ti je i pashosh. Dhe normalisht telbia o sunet që do thot të thuhet sa më shpesh dhe të thuhet me zor pas veshjes së islamit. Në momentin që haxhiu e vesh ihramin dhe thot telbien, konsiderohet muhrim dhe duhet të ruhet nga gjëra që janë ndaluar gjatë periudhës së ihramit që ka më lart. Në Mekë është lejuar të hyjet në çfarëdo kohë, qoftë ditën, qoftë natën, por kur hini riu, do thotë Mekë është mirë që të thuhet kjo dua, Allahumma hadha haramuka wa amnuka faharrim lahmi wa dami wa sha'ri wa bashari ala an-nar wa aminni min adhabika yawma tab'athu ibadaka waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atik. O Zoti im, ky është haremi dhe sigurimi jot. Ndaloj mishin, gjakun tim, flokët e mia, lëkurën time nga zojë me xhenemit, më mbroj ato. Më garanto mua nga ndëshkimi yt ditën kur i ringjall robërit e tu. Më bëj mua nga të dashur tu dhe nga ata që të nënshtrojnë dhe binë ti, thot duaja që është e pëlqyeshme me bë. Normalisht haxhiu pastaj kur vendoset në hotel, drejtohet për në Qabe dhe është mirë të hyjë nga dera e quajtur Babu Salam. Dhe kur ta shoh Qabën, është e pëlqyeshme të thuhet Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Pra Allahu është më i madh, nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pas Allahut. Allahu është më i madh. Pastaj fillon me bota tawaful qudum. Dhe normalisht fillon nga gurizia apo Hajarul Aswad. Ose në që moshlli shpathullën dhe krahun e djathtë zbuloj, duke sjell cepin e ihramit në sjetull. Dhe do thotë pjesën tjetër do thotë me hedh mbi shpathullën e majt. Pas rregullimi normal shtatar në tavaf, ose sunet për haxhiun, ta përfundoj tavafin duke prekur në zinën se ka mundësi. Nëse nuk ka mundësi, atëherë kthehet ka ai dhe me dorë të ngritur në shuplaka të detuara e përshëndet duke e thënë tekbirin dhe tahlilin. Ose duke thënë bismillah, Allahu Akbar. Nëse s'ka mundësi, atëherë vetë përshëndet dhe nuk ka nevojë me u afru dhe me kriju tavafis dhe mos kohën e haxhit. Pastaj të kryej tavafin, ose sunet që haxhiu të fal 2 rekate, thotë te mekami Ibrahim. Dhe mekami Ibrahim është mbi gurin mbi të cilin qëndronte Ibrahim e gjatë ndërtimit të Qabës së bekume. Dhe mrekullia e këtij guri dëshmon se ai përdoret për skelej, që në kupton se aq sa Ibrahimi ngrinte murin e Qabës, po as ngrihej edhe guri. Ky është nga gurët e xhenetit, pas së cilin ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ruknia dhe mekami apo guri i zi dhe mekami janë 2 gurë të shmueshëm nga xheneti. Sikur të mos i kishin nxjerrë gjunat e njerëzve, ata do ta kishin ndriçuar, rrezatuar apo do të kishin ndriçuar dhe rrezatuar, do thotë hapësirën ndërmjet lindjes apo nga linja deri në perëndim. Pastaj gjatë faljes së 2 rekateve është e pëlqyeshme që me lexu sura Fatiha, pastaj sura El Kafirun, rekatën e 2 sura El Fatiha dhe sura El Ikhlas, kul huwallahu ahad. Pastaj haxhiu ta ketë bërë tawaful qudum
dhe t'i ketë vitis 2 rekate namaz të Mikam Ibrahim, nëse ekziston mundësia, do thot atëherë do thot pi ujë Zemzem për tu fresku dhe normalisht bën dua. Pastaj haxhiu fillon me bosajin, i cili fillon prej Safas deri në Merwa. Normalisht duhet me usjell 7 herë. Largësia me Safas dhe Merwas parasisht është 400 metra. Sa i nisur nga në Safa përmbyllet në Merwa pas 7 shkimeve apo sjelljeve. Me përfundimin e sajit haxhiu normalisht qëndron në Mekë i veshur në ihram, por mund të bëjë tavaf nafile normal sa ka mundësi dhe atë sa mundet. Tani zakonisht plesh do thot zakonisht i rrin gati kësaj pune dhe realisht do thot bëjnë shumë tavafe nafile, zoti shpërblet. Dita e 8 të muajit Dhul Hijja, e cila njihet jo tarwiya, pas falës së namazit sabah haxhiu duhet të dalë nga Mekja dhe më udhëtu për në Mina, ku do qëndrojnë deri në ditën e 9 të muajit Dhul Hijja, respektivisht ditën e Arafatit, ndërsa pas falës së namazit sabah niset pra për Arafat. Nëse haxhiu ka mbetur në Mekë deri në mëngjesin e ditës së 9, pra ditës së Arafatit, por të njëjtën ditë del në Arafat, atëherë lejohet një gjë e tillë. Nëse haxhiu del në Arafat ditën e 7, pra një ditë përpara, një gjë e tillë normalisht nuk lejohet. Në namazin e sabahut ditën e Arafatit fillojnë tekbiret e Kurban Bayramit, që vazhdojnë pastaj deri në ditën e 4 të Kurban Bayramit. Dhe këto tekbire forma atyre është Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi alhamd. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, nuk ka të adhuruar me të pas Allahut azza wa jall. Allahu është më i madhi dhe atij të kon hamdi dhe falënderimi. Gjatë qëndrimit në Arafat haxhiu fal namazin e drekës dhe i kindis në kohën e namazit të drekës, që i bën tek mëdhëbi i Hanafi xhamu taqdim me një azan dhe me 2 ikamete. Sipas Imam Abu Hanifas, bashkimi i namazeve xhamu taqdim thot i drekës dhe i kindis kurzon që imamet të jetë udhëhes i haxhit ose zëvend si ti. Dhe nëse ato falen veç ka thonë Abu Hanifja falen në kohën do thot e vet. Normalisht sipas gjithë dietarëve muslimanë në Arafat nuk falet namazi i xumas. Pas prendimit se i bia fjala ditë Arafatit në xumë. Pas prendimit të diellit normalisht haxhilerët nisën për do thot Muzdalife dhe realisht është pak larg, rastësisht 13 kilometra. Haxhilerët normalisht e fal namazin e akşamit dhe yatsis në punë namazit të yatsis që i bën xhamu ta'khir me një azan të 2 ikamete. Ata të cilët do thot qëndrojnë në Muzdalife normalisht bujnë aty dhe falin sabahun dhe pastaj largohen, kuptohet, duhet me mbledh gordën e Muzdalife dhe haxhiu i cili ka vendosur në qendrim Mina 4 ditë duhet me mbledh 7 gula rec. Kurse ai i cili nuk ka vendosur në qendrim Mina 3 ditë duhet të grumbulloj, do thot 49 gula rec. Pas falës namazit sabah në Muzdalife, para se të lind dielli, haxhilerët nisën për Mina. Mina është vendi mes Mekës dhe Muzdalifes, pra ose është brenda kufilit të Harimit 7 km në verilindje të Çabës. Gjatë rrugës duhet me thonë, do thot tekbirin dhe telbien, derisa të arritë Jamratul Aqaba, ku aty gjuajnë 7 gur, normalisht në mes lindjes së diellit dhe zenitit. Por duhet ata të presin telbien me të filluar të gjuajë të gura lezve të parë. Haxhiu me niyet të haxhit ifrat nuk është i detyruar të thërë kurban, pra lirohet nga kurbani pas përfundimit të gurve ditën e parë Bayramit me një qethat ose i ruan flokët, që është vajib. Do të është vajib qetja, sunet është rrugja e flokëve. Pastaj lirohet haxhiu nga detyrimet. Normalisht i lejohet çdo gjë që ju ka ndaluar përveç marrëdhënieve seksuale. Pastaj shkon në Kabe e bën tavafin ifada, i cili është kushti i dytë i haxhit. Pasi ta përfundoi tavafin ifada, do thot haxhiu, do thot ka drejt, do thot me pas kontaktin tim edhe me gruan e tij. Ku tavafi ifada është për ditën e parë Bayramit dhe zgjat deri në ditën e tretë Bayramit para perëndimit të diellit. Sipas mundësive, është mirë që mos më vënë kaq shumë, po me kryen në ditën e parë. Haxhiu pastaj pasi ti përfundoi në Kurt, i detuohet Mekës, qëndron sa doje, bën tavaf sa arti jepet rasti. Por kur vendos me u kthy, do thot tek familja e tij, është mirë me kry tavafin wada, edhe pa nxitim dhe pastaj sajin. Ky tavaf është vajib në mëdhenin e Hanafi dhe normalisht kur largohet, do thot nga çapja është normalisht ngjënj. Edhe gëzimi që ka kryer këtë obligim, po edhe ngjënia e morzit që bën doa që Allahu më mëson pra me u kthy në këtë vend. Pastaj lloji i dytë i haxhit është haxhi Kiran. Haxhi do thot Kiran është niyeti për kryen e haxhit në të cilin niyet bashkon dy niyete. Niyeti për umre edhe për haxh në udhim. Pra haxhiu që dëshiron të bëjë niyet për haxhin Kiran,
vepron siç ka vepruar haxhi në haxhin ifrat. Pas ta fal namazin e bën niyet, do thot haxhin kiran dhe normalisht thot Allahumma inni uridu al-umra wal-hajja fayassirhuma li wa taqabbalhuma minni nawaitu al-umra wal-hajja ma'an wa haramtu bihima lillahi ta'ala. O Zoti jam, unë dëshiroj të bëj umra dhe haxhin, andaj më lehtëso mua dhe pranoj nga unë. Vendosa të bëj umra dhe haxhin bashkërisht për hir të ndin ya Rabbul Alamin. Pastaj thot telbien labbaik Allahumma labbaik. Pasi të bëhet niyeti, normalisht thot çka është kërkuar në haxhin ifrat, që se kam marrë vlen edhe për haxhin kiran. Haxhiu me niyet të haxhit kiran kur të hyn në Mekë fillon me tawafin e umrës. Pas kryesës së tawafit fal 2 rekate, përshëndet gurun e zi, pastaj del në Safa dhe fillon me bë sa'in sipas rregullave. Pasi përfundoi adhurimet e umrës, e bën tawafin kudum për haxh. Pas tawafit para vetes i ka 2 mundësi, ose më bë sa'in më një herë, ose do thotë e bën pas tawafit zjarre. Normalisht veprimi i parë është më i pëlqyeshëm. Pastaj i bën njëjtë veprimet që ka bëu haxhiu me niyet ifrat që ka bëu. Detit në Bajramit pas gjuhët se guralezën Mina. Dhe se pasi gjuhën guralezët në ditën e Bajramit e ka për obligim ky haxhi, do thotë kirani, jo ifrati, se ifrati sa pa obligim me thërr kurban për haxhin kiran. Edhe normalisht ky kurban është si kurban falënderimi. Nëse nuk ka mundësi, do thotë me thërr kurban, atëherë do thotë ky haxhi duhet, kanë thonë dietarët, me para ditës së Arafatit me xhu 3 ditë dhe 7 tjera pas ditëve të Bajramit. Ku do të jetë? Do thotë edhe nëse kanë bërë në vendingjen e vet. Normalisht këto ditë nuk është obligim me xhu të nënditura. Pastaj nëse nuk ka xhu 3 ditë para Arafatit, atëherë përcaktohet thjerrja e kurbanit, i cili thjerret në haram. Nëse nuk ka mundësi, do thotë atëherë ky person nëse ka dalë pi ihramit, atëherë obligohet 2 kurbane. Njëri për haxhin kiran e tjetri që e ka desh ihramin para kohë. Gjithsesi e ka desh ihramin para thirrjes së kurbanit. Nëse haxhiu me niyet kiran ka dalë në Arafat para se me bëu tawafin e umrës, atëherë i prishet niyeti i haxhit kiran dhe normalisht bjen detyrshmëria e kurbanit për niyetin kiran, por detyrohet për kurbanin, do thotë detyrohet me thirr kurban për mohimin që e ka bëu. Do thotë dallimi mes dy kurbanëve është se lloji i dytë nuk lejohet që të hajmë nga mishi i tij sepse është kurban dënimi jo falënderimi, sikurse ç'është i parë lloji falënderimi. Pas kësaj normalisht ai e bën kaza umrën se ka filluar me umre së pari. Edhe lloji i tretë i haxhit është, dhe me këto po përmbyllemi pastaj për gabimet e haxhiut dhe përmirësimi i gabimeve, do thotë do të flasim në gjatën e ardhshme. Haxhi temattu është haxhi pasi e vesh ihramin me niyet kryes së umrës dhe haxhit me një udhtim gjatë muajve të haxhit. Normalisht haxhiu e bën tawafin e saj në umrës, pas kryesës së tawafit të saj të umrës qiet të rrudhë rri Mekë me rroba normale, duke do thotë i përmbajtur rregullave. Pastaj për haxh e vesh ihramin për çdo ditë nga vendbanimi kur qëndron për kryen e haxhit, pa dalë fare në mikat. Por normalisht është mirë që të vishet ihrami nga xhamia. Kur të vesh ihramin për umrën nga mikati, pasi pasohet apo marr abdes, normalisht siç u theksuan në niyetin e ifradit, fal 2 rekate nafile për ihram dhe thot Allahumma inni uridu al-umrata fayassirhuma li wa taqabbalha minni ahramtu biha lillah. O Allah, unë dëshiroj të bëj umrën, andaj lehtësoma dhe pranoma ata. E vesh ihramin për umrë për hir të Allahut azza wa jalla, pastaj thot talbiya. Kur janë Mekë e bën tawafin për umrë, e përshëndet gurun e zi dhe del për me krye sa'in në Safa dhe Marwa. Pastaj kryen sa'in, normalisht qiethet rruhet, e desh ihramin, vishet me rroba normale dhe qëndron në Mekë sikurse banorët e zakonshëm të Mekës. Pastaj e vesh ihramin për haxh, e bën tawafin kudum, pastaj nëse dëshiron e bën sa'in e haxhit, të cilin nëse dëshiron mund ta bëj pas tawafit zjarre. Pastaj veprimet e tjera i bën gjashtë si ato të haxhit ifrat, ditën e Bajramit pasi ti gjuaj goralecët obligohet me thirr kurbanin për haxhin temattu, sikurse çu ka vepruar do thotë në haxhin kiran. Për gabimet e haxhive, inshallah flasim në ligjatën e ardhshme. Zoti i mëshirë, alhamdulillah rabbil alamin.